Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Jemi si gjithmonë me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhët Hoxhë nderuar. Mirë se gjetëm. Hoxhë nderuar, ne pak a shumë domethënë kemi folur sepse Allahu e ka vendosur namazin si një peshtylla kryesore të Islamit, ndërkohë tek hadithi I Xhibrilit, kur Xhibrili alayhis salam e pyet profetin Muhammed ç'është ihsani, I thot ta adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë, dhe pse ti nuk e shikon atë, e shikon ty. Pikërisht kjo lloj ndjesie kaq e lartë se ç'është insani, si përkthehet ajo brenda në namaz tek besimtari? S'ka dyshim se namazi në Islam është prej pikave më të rëndësishme, siç edhe e përmendet ju, gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet në botën tjetër, mbrojtja e parë që I vjen njeriu në varr, siç e ka thënë pejgamberi alayhis salam, pra gjëja e parë që e mbron njeriu në varr është namazi I tij. Dhe gjë e më e rëndësishme në jetë, sepse Zoti ka folur aq shumë për të në Kur'an saqë afërsisht shkon tek 100 e sa herë përmendja e namazit, drejt për drejt apo indirekt, gjë që nuk kupton domethënë rëndësinë e madhe. Për këtë arsye dhe kur u bë obligim, Zoti e thirri lart në audiencë speciale profetin alayhis salam për t'ia thënë se duhet mu fal 50 herë në ditë, pastaj e zbriti deri në 5 herë në ditë dhe ne falemi 5 herë në ditë, po faktikisht tek Zoti shkruan sikur po falemi 50 herë në ditë. Përveç pjesës formale që ka namazi, le të themi mënyra se si falemi, mënyra se si bijem në ruku, mënyra se si bijem në sejdë, mënyra se si çohemi, para përgatitja për namaz, çfarë bëjmë mbas namazit, pra përveç le të themi kësaj pjesës fizike, le të themi të namazit, është shumë e rëndësishme kjo pjesa që ju lançuat nëpërmjet hadithit të Xhibrilit alayhis salam. Kur e pyeti profetin alayhis salam se ç'është mirësia ose bëmirësia, si mund të arrijë një shkallë të tillë, kaq të lartë, që është shkalla më e lartë kulminante e Islamit, dhe profeti alayhis salam I përgjigjet me thjeshtësinë më të madhe, duke thënë ta adhurosh Zotin sikur e sheh atë, megjithëse ti nuk e sheh ai të sheh ty. Pra ndjesia e njeriu sikur po e sheh Zotin, kur në momentin që falet kjo shkalla më e lartë e ihsanit, ndjesia ose besimi se Zoti po të sheh shkalla e dytë e ihsanit. Pra ihsani në vetvete ka dy shkallë, shkalla më e lartë që ti je sikur je para Zotit, dhe e dyta të besosh se Zoti po të sheh. Kjo përkthehet edhe në namaz faktikisht, ajo që ne themi pjesa shpirtërore e namazit. Pra le të themi, kur ne marrim abdes, pastrohemi, rregullohemi, se rregullojmë vendin për të falet të gjitha. Kjo faktikisht tek pjesa truri I dytë I njeriu lën atë përshtypjen se është duke bërë diçka shumë të rëndësishme dhe çdo gjë në trupin e njeriu zgjohet dhe si më thon merr atë fuqinë se para kujt po të dalë, sepse po bëhen gjithë to para përgatitjes dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa tjetër, kur ne qëndrojmë këmbë, thot pejgamberi alayhis salam, kur njeriu qëndron këmbë për të falë namaz, edhe Zoti kthehet nga robi I tij. Gjitha këto gjëra ne I ushqejmë në shpirt kur falim namaz. Në momentin që ne themi Allahu Ekber, e ke parasysh bëhet kjo lëvizja në këtë formë, Allahu Ekber. Në libra gjen thot njeriu, domethënë jep atë sinjalin vetes vetë dhe thot gjë, Allahu është gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme. Çdo gjë tjetër hi edhe mbas krave, harroje. Tani kam punë me Allahun. E ke parasysh? E hedh. Lëre dynjan. Po, absolutisht. Lëre mbrapa krave dhe përqendrohu tek Zoti I gjithësisë. Në momentin që ne fillojmë të lexojmë Kur'anin dhe El Fatihan, çfarë është faktikisht një e folur mes robit dhe Zotit. Kur njeriu thot falënderimet takojnë Allahut Zotit të botrave, Zoti thot robi im po më falënderon. Kur njeriu thot I gjithëmëshirshëm, unë po e përkthes shqip, I gjithëmëshirshëm, mëshiruesi, Zoti flet dhe thot robi im po më lavdron. Kur njeriu thot Maliki Yawmiddin, Zoti thot robi im po më lartëson. Kur njeriu thot Iyyaka na'budu, thash arabisht, kur njeriu thot pra Maliki Yawmiddin, Zoti apo mbreti I ditës gjykimit, Allahu thot robi im po më lartëson. Kur njeriu thot vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë, Allahu thot kjo është besa mes meje dhe robit tim. Le të kërkoj njeriu mbas kësaj çfarë doj. Dhe kur njeriu thot o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ti I ke bekuar me mirësitë tua, jo në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti je I dhuruar, as në rrugën e të humburve. Amin. Zoti thot ta kam dhënë robim. Pra një komunikim me Allahun, një komunikim me Zotin e gjithësisë. Mbasi ti e le gjithçka mbas shpine dhe u lidhe vetëm me Zotin. Mbasi ti fole me Zotin, logjikisht ku duhet çojë gjithë kjo lloj situate në një përulje përpara Zotit. Edhe shkon njeriu në ruku.
Pra, ose ajo ulje që bëjmë ne gjysmë trupi. Masi e lavdrove, ja the gjitha. I ulesh Zoti i gjithësisë. Po jo me ballë në tokë. Faza. Ulesh në ruku, e madhëron dhe e vlerëson Zotin, çohesh prap edhe pastaj shkon me ballë në tokë. Pra, si më thon, e lavdron. Pastaj për ulesh, pastaj gjujzohesh. Pra para Zotit. Dhe kjo është madhështia e Islamit, se domethënë ty Islami nuk lejon për ulesh apo të përkulesh apo të gjujzohesh përpara askujt, vetëm përpara Zotit të gjithësisë. Çfarë është më e bukur? Profeti alayhis salam thotë, kur njeriu thotë është me ballin në sejdë, kur njeriu ka ballin aty në tokë, është më afër Zotit. Më shumti që pranohen lutjet e njeriu dhe duat e tij është pikërisht momenti kur ai është në sejdë, pra kur është me ballin në tokë, prandaj tha profeti alayhis salam, shtoni lutjet dhe shtoni duat kur jeni pikërisht në këtë moment. Pastaj çohet njeriu. Kur çohet atë moment çfarë thotë, Zot më fal. Pra, megjithëse i bëra gjithë këto, sikur s'ta kam dhënë hakun mirë Zot. Prapë edhe një herë në sejdë, gjyzim me ball në tokë për Zotin e gjithësisë. Pastaj çohet dhe vazhdon namazin e tij në këtë formë, me këtë lloj ndjesie të brendshme, derisa vjen momenti i fundit që njeriu dëshmon. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Teje, o Allah. Muhamedi i dërguar jot, o Zot më ruaj nga dënimi i ferrit, o Zot më ruaj nga dënimi i varrit, o Zot më ruaj nga sprovat e kësaj bote, o Zot më ruaj nga sprovat e të gjallëve dhe të vdekurve, dhe më ruaj o Zot nga sprova e Mesiut Dejjal. Me të mbaruar këtë namaz, njeriu thot: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Paqja, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Për kë lutet për veten e tij dhe lutet për engjëjt që e shoqërojnë, lutet për njerëzit që janë pranë tij, si më thën, ky njeri e vulosi me selam, vuloset gjithçka, pra mbyllet gjithçka. Pra ky faktikisht duhet të jetë mesazhi shpirtëror i namazit. Për këtë arsye dhe, si më thën, profeti alayhis salam tha, ka njerëz që falen, po nuk pranohen nga namazi i tyre vetëm se 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, gjysma, çereku, dhe ka njerëz që falen, po namazi nuk ngjitet fare. Domethënë namazi nuk shkon as deri tek veshët. Domethënë nuk ngjitet fare. Domethënë sepse namazi është si e ndjen njeriu namazin. Pra nuk është veprime robotike ose veprime mekanike. Përpara se të jenë robotike, duhet të jenë veprime shpirtërore. Pra çfarë kuptimi ka fjala khushu në namaz në këtë rast? Khushu nënkupton frikë respektin. Pra ti edhe e ke frikë, edhe e ndjen, edhe flet me të, po ke edhe respekt, edhe shpresë tek ai. Pra, domethënë nuk është thjesht një fjalë, domethënë khushu me kuptimin e frikës, po me kuptimin e përkushtimit dhe përuljes përpara Zotit të gjithësisë. Pra ti je përpara, le të japim një shembull nga jeta e kësaj bote. Nëse ti do të përballesh me një që ka një pozicion shumë të lartë, qoftë në kompani, qoftë në biznes, qoftë në shtet, qoftë një njerëz që ka një normalisht do të jesh shumë i kujdesshëm, do të jesh shumë, domethënë edhe detajet do t'i kontrollosh të gjitha, sepse është normale, mund të jetë një takim shumë i rëndësishëm për ty. Po takimi më i rëndësishëm për ne është takimi me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye do të ketë khushu. Për këtë arsye tregohet pra Omer ibn Khattabi e pa një njeri që lëvizte namaz. A ke parasysh si ketë ca njerëz që namaz do ta shohë orën 70 herë, do ta mbërthej kopsën dhe do ta zbërthej 13 herë, do të merret me ripin 12 herë, do të kruhet 27 herë. Online që shikon dhe numrin që mori edhe mesazhin që të di si të japë përgjigjen. Dhe Omeri radhiyallahu anhu çfarë komenti bëri? Shumë interesant. Tha: "Hadha law khashi'at qalbuhu la khashi'a jawarihuhu." Ky tha, po t'ishte i përkushtuar në zemrën e tij, do të ishin dhe gjymtyrët e tij të përkushtuara. Domethënë, kjo lloj lëvizje që bën njeriu në namaz, ky lloj shpërqendrimi që ka njeriu në namaz, tregon edhe shpërqendrimin e zemrës së tij. Për këtë arsye, domethënë, ajo që quhet alladhinahum ala salatihim khashi'un, ata të cilët e ndjejnë namazin, ata të cilët e falin me përkushtim namazin. Për këtë arsye kemi ne një kategori njerëzish, ata të cilët quhen dyftyrëshat apo munafikët, edhe ata falen. Po cili është dallimi mes dy namazeve? Këta janë khashi'un, këta janë kusala. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Vin me u fal, po vin vetëm se duhet me u fal. Domethënë ju intereson për diçka tjetër, ndërsa besimtari kur falet për Zotin e gjithësisë. E ndjen namazin, e përjeton namazin. Sikur se ajeti tjetër që thotë mos hyni namaz të derë dhe nuk e dini çfarë thoni. Hatta ta'lamu ma taqulun, pra të dini se çfarë po thonin. Pra ideja është ti duhet të imagjinosh, pra duhet të kuptosh se çfarë po flet dhe duhet të dish se me kë po flet.
Për këtë arsye në një hadith interesant shumë, tha e dini kush është hajduti më i keq? Si than, o i dërguari i Zotit, hajduti më i keq? Tha hajduti më i keq është ai që vjedh namazin e tij. Si vjedh namazin e tij? Pra lidhet namaz ndërkohë që s'ka mendjen tek namazi. Pra ideja është ne kur falemi duhet kuptojmë se çfarë po bëjmë. Dhe jo thjesht duhet të bëjmë disa veprime mekanike se duhet i bëjmë fjalë se po si bëjmë do të dënohemi në botën tjetër. Ideja është ashtu siç tha Zoti në Kur'an dhe unë mendoj që ky lloj kuptimi i namazit na çon tek ajeti kuranor ku Zoti thotë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Pra namazi i vërtet të bën njeri, namazi i vërtet ty të bën domethënë që të largohesh nga çdo gjë që është e fllihshme shëmtuar. Kush namaz është ky lloj, cili namaz është ky lloj namazi? Ky që njeriu qysh kur fillon me abdesin, me vajtjen në xhami, me duan e hyrjes në xhami, me faljen e suneteve, me përkushtimin me të gjitha, kur thot Allahu Ekber, zerron çdo gjë sa është përpara më të madhit, që është Allahu Zoti i gjithësisë, dhe kështu vazhdon njeriu në namazin e tij, në ndjesinë e tij, dhe ky njeri faktikisht pastrohet nga gjunahet, ky njeri ngrihet në grada të larta, ky njeri ndryshon në jetën e tij, ky njeri ka mundësi të fitojë një forcë për të shkëput nga çdo lloj varësie në jetë. Ne dim shumë raste se si njerëz të bixhozit, njerëz të alkoolit, njerëz të drogës, me përkushtimin e tyre në namaz nuk kanë pas nevojë për një periudhë rehabilitimi për të shkëputur nga droga, nga alkooli, nga namazi, nga immoraliteti apo problematika të tjera që mund të ketë njeriu në jetë. Pse? Sepse njeriu krijon varësinë me krijuesin. Atëherë varësia jote e fortë me krijuesin të bën që të krijosh pavarësi dhe shkëputje nga gjitha lidhjet e tjera. Do energjia e madhe e krijuar nga lidhja me Zotin e gjithësisë shkatërron gjitha energjitë ose lidhjet fluide që janë lidhur apo e kanë zënë peng njeriu gjatë jetës së tij deri në këtë moshë që ky njeri ka filluar të përkushtohet namazin e tij. O gjendëruar duke marrë shkas nga ajeti kuranor që ju thatë që namazi largon nga të këqija, dhe ne dim domethënë që armiqtë e njeriut janë të shumë, siç është epshi ose dëshirat, pasionet e zjarrta që ai ka, lakmia, shejtani nga ana tjetër, veset ose kthetrat e mëkateve që njeriu e zhysin brenda në të këqija, por namazi çfarë ndikimi ka në jetën shoqërore të njeriut? Nuk ka dyshim se namazi përveç pjesës, le të themi, shpirtërore, përveç pjesës që e ndihmon njeriu për të larguar nga gjërat të cilat janë le të themi të këqija, ndikon edhe në jetën shoqërore, që domethënë një njeri që fal namaz dhe minimalja 5 herë në ditë ka ndjesitë për të cilat ne folëm, fiton një lloj mprehtësie dhe i jep Zoti një lloj qartësie në mënyrën se si duhet i peshoj gjërat në jetë. Pra fillon le të themi gjërat të marrin gjithsecila vendin e tugur. Ati kulli dhi haqqin haqqa. I jepi gjithsecilit hakun që meriton. Që do të thonë, njëri që fal namaz dhe takohet 5 herë me Zotin e gjithësisë, presupozohet që ky njeri në raportet e tij me prindërit të jetë shembull, të shkëlqej. Pse? Sepse e din që ky Zot që po i falesh, gjë e më e rëndësishme për Zotin, mbas adhurimit të Zotit është prindi. Ky nuk mund të neglizhojë kurrë çështjen e prindit. Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë që të jetë njëri me namaz shumë mirë dhe të ketë probleme me prindërit e tij. A di çka ndodh në Shqipëri? Ka ndodhur tek xhamia jon. Është një djalosh që vjen zakonisht i rregullt në xhami, ka punë, ka shkollë të gjitha. Edhe një ditë thotë, hosh thotë desha të takoj thotë bashkë me babin. Për Zotin kjo është ngjarje që ka ndodhur në xhamin ton. Thash s'ka se problem, hajde takohemi, nuk ka se problem. Sa imi ul në kafe, e deri në fund ata përloteshin dhe qanin. Si ishte historia tani? Historia ishte këta jetonin me prindrit, pra me gjyshin dhe me gjyshen. Po gjyshja dhe gjyshi kishin vendosur të shkonin tek djali i vogël, edhe t'i linin këta. Këta ishin aq të prekur, nuk e imagjinonin dot që prindi, domethënë gjyshja do të shkojnë tek vllai tjetër. Dhe pyetja pse kishin ardhur tek hoxha tani? A ka ndonjë mundësi që ne të bëjmë diçka që ti, domethënë bëjmë diçka, po e kuptojmë që prindit kanë dëshirë të rinë atje. Me sa duket ai vllai tjetër kishte fëmijë të vegjël e diçka e tillë dhe ata duan psonisen kur i thon me fëmijët e vegjël. Kupton të çfarë është namazi apo ç'është besimi me fjalë. Ndërkohë që ne dëgjojmë në rrethin shoqëror që ne kemi, në rrethet në shoqërinë tonë që kujt ja ngeci me fjalë, kush ti marri. Ndërkohë që ka të tjerë që qajnë. Kemi dhe rast tjetër më ekstrem, në Arabinë Saudite ka ndodhur ngjarje që ka hudh vllai në gjyq, se duhet i marrin prindërit dhe jo ti. Ku funksionon? Ku ka kështu botë me fjalë. Njerëzit mund zihen për qenë sot, po jo për prindrit. Mund zihen për macet, po jo për prindrit. Shkojmë tek pjesa tjetër që është, le të themi,
namazi, domethënë në njerëzit e familjes, për shembull të njëri që i falet Zotit 5 herë në ditë, si mund të jetë me bashkëshorten e tij? Një grua që i falet Zotit 5 herë në ditë. Dhe kur falen bashkë të dy. Dhe e di, jo. Ka një lloj harmonizimi shpirtëror. Dhe e din që ky burr është mas Zotit për mua si femër. Si mund të jetë me burrin e vet? Xheneti dhe xhenemi im është ky burri, me fjalë. Si duhet të jem me burrin tim? Pjesa tjetër që mund falen bashkë ka efekte. Po kështu dhe efekti i përgjegjësisë që ka si më thon prindit ndaj fëmijëve, edukimit tyre, për në se ti në botën tjetër nuk do të japsh llogari vetëm për veten tënde, do të japsh edhe për këta fëmijë. Pastaj çifti hoxh, më fal, çifti është më i sigurt kur të dy janë besimtarë dhe të dy falen, sepse ato mendojnë që bashorti ose bashortja ka frikë Zotin dhe nuk ndodh tradhtia midis tyre. Absolutisht. Dhe shumë e rëndësishme që të ekzistojë kjo lloj ndjenja sigurisë në një lidhje bashkërtore. Absolutisht. Pra, ideja është le shkojmë tani jashtë familjes. Domethënë një njeri që i falet Zotit 5 herë në ditë, si duhet të jetë me fëmijët e tij? Vetëm se burim qetësie dhe sigurie. Si duhet të jetë ky njeri në punë që 5 herë në ditë i falet Zotit, si duhet të jetë në kontrata, në punë, në marrëveshje, si duhet të jetë në tregti, si duhet të jetë në biznes? Presupozohet dhe pritet që ky të jetë shembull, sepse 5 herë në ditë me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye, domethënë është ai paradoksi. Si ka mundësi që dikush falet po edhe gënjen? Si ka mundësi që dikush falet po edhe mashtron? Si ka mundësi pra edhe njerëzit, shoqëria nga që janë përgatitur. Po ti falesh thonë, kanë një lloj shprehje, po ti falesh thonë pse e bën këtë? Bravo. Kjo tregon që shoqëria është e përgatitur që një që i falet Zotit të jetë i mirë. Në momentin që një i falet Zotit dhe nuk është i mirë, këtu vjen përgjigjja Abdullah ibn Mesudit, radhiyallahu ta'ala, i cili ka thënë: "Men lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar, falaysa bis-salah." Atë njeri që namazi nuk e rregullon në jetën e tij të përditshme, ai nuk është namaz. Pra me kuptimin nuk është bërë ashtu siç duhet. Pra është problemi ku? Është problemi tek namazi i tij. Nuk ka dhënë fuqi shpirtërore që i largon nga keqja. Ka hakun namazit, thjesht ka bërë veprimet, ka bërë abdesin, ka bërë gjitha, ka bërë veprimet, ka dhënë selam dhe ka ka mashtruar kur ka shit makinën për shembull, apo kur ka bërë këtë gjë tjetër, apo në marrëveshje ja ka fut vllajt apo dikujt tjetër. Ky njeri si është falmulla? Ky njeri si e ka menduar faljen? Atëherë ky njeri ka bërë veprime robotike dhe mekanike për sa i përket faljes, ndërkohë që ky njeri nuk ka lidhje faktikisht me ndjesinë e vërtetë të faljes. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, inna salate, pa namazi i vërtet e ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fëlliqur, e shëmtuar, e keqe, pra e ruan edhe e mbron njeriu dhe sepse në fund fare ky është edhe një nga qëllimet e namazit. Pse ti e takon 5 herë Zotin në ditë? Që mos kesh kohë me humor, me pisliqe, me problematika. Pse ti e takon Zotin 5 herë ditë, në mënyrë që ti të reagosh nëse ke bërë diçka të kërkosh falje dhe të kërkosh hallallikun tjetrit. Pra koha e tobës të jetë shumë e afërt. Koha e tobës, pra koha e pendimit të jetë shumë e afërt, ose koha e reflektimit të jetë shumë e afërt dhe ti kur i thon më fjalë mos shkoj me një për këtë arsye edhe nata për shembull që shumë e gjatë nuk është lënë pa namaz faktikisht. Ka namazin e vitrit, ka namazin e natës, ka namazin e tehexhudit. Dita për shembull që është nga mëngjesi deri në drekë, që është shumë e gjatë faktikisht nuk është kohë pa namaz. Ka namazin e duhas, që është 8 rekat për shembull, kush do ta bëjë atë. Kështu që domethënë gjithë qëllimi është që njeriu të jetë i vëmendshëm, të jetë i kujdesshëm dhe ndjesia le të themi e disiplinimit të shpirtit dhe të jetës të jetë vazhdimisht në kontroll, të jetë vazhdimisht ndërgjegja, siç mund ta themi ne, të jetë vazhdimisht në pikën e saj kulminante të reagimit. Po. Ju e thatë shumë bukur o gjendruar dhe ne përmenëm që insani është të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Ndërkohë, kur ju po flisit, unë po imagjinoja domethënë ajo ndarja namazit që e fut njeriu në një cikël intensiv të lidhjes me Zotin. Pra nuk e lën njeriu në harres, që njeriu të harroj Zotin ose njeriu të harroj faljen. Po ata të cilët nuk falen, a kanë ato një lloj përgjegjësie në botën tjetër? Nuk ka dyshim, domethënë se siç është përmendur në hadithet e pejgamberit alayhis salam, se gjëja më e rëndësishme, gjëja e parë për cilën ne do të japim llogari në botën tjetër është namazi. Domethënë, si më thënë, namazi është viza e botës tjetër. Pra nëse e merr këtë vizë, çka ke gjëra të tjera, pesha e gabime, kalojnë gjitha. Ama nëse njëri nuk e ka vizën, pra që është namazi, atëherë edhe gjërat e tjera domethënë do të kontrollohen me imtësi. Çdo gjë do të merret në një llogari shumë të rrept, si më thënë,
Për këtë arsye, domethënë, ne duhet t'ia vëmë detyrë vetes tonë që të rregullojmë punën me namazin, jo vetëm për Bajram, siç mjaftohen disa njerëz, jo vetëm të falim teravit për Ramazan, jo vetëm kjo, pra shumë mirë që dalim për Bajram, elhamdullah shkëlqyer Zotit, gjë e mirë është. Gjë e mirë është që falet teravia, elhamdullah shkëlqyer Zotit. Mirë, po kemi diçka që është shumë e rëndësishme, që është me ju fal Zotit 5 herë në ditë. Pra ne nuk duhet mjaftohemi me xhuman, ne nuk duhet mjaftohemi me teravit, ne nuk duhet mjaftohemi me Bajramin, ne duhet falemi 5 herë në ditë, sepse shpirti ka nevojë për ushqim. Shpirti nuk e ushqen asgjë, as fama, as ndjekësit, as pushteti, as politika, as paraja, as gjë nuk e ngop shpirtin njeriu, vetëm se rënja me ballin tokë për Zotin e gjithësisë. O xhëndruar, ne shikojmë njerëzit sot që janë në një lloj kaosi, po që kaosi të qëllimeve që ato do të vendosin jetës së tyre. Duke filluar ke njeriu i cili domethënë në një moment që i bie ai karikimi i celularit, ai e vendos direkt për ta karikuar ndërkohë që harron karikimin e shpirtit. Ose ke personi që në një moment makina e tij është pa larë, e çon për ta larë ndërkohë që harron për atë abdesin ose guselin, larën që e bëjmë ne. Por namazi, domethënë, sikur ja ndryshon njerëzve jetën. Pra, nëse ato të falë namazin, ai ndryshohet jeta atyre, a bëhen më të mirë për shoqërinë? Ne jemi dëshmitar të faktit se le të themi në 90% të rasteve, ata njerëz që kanë filluar namazin ashtu siç duhet dhe me përkushtim, me të vërtet jeta e tyre ka ndryshuar, jeta e tyre është përmirësuar, qoftë në rrafshin le të themi personal, shpirtëror për veten e tyre, domethënë kanë filluar të shohin gjëra të ndryshe, të kuptojnë gjëra të ndryshe, po edhe në rrethin familjar, po edhe në rrethin e punës. Pra kemi ne, domethënë na vinë reagimet, thotë kemi rast ai ka filluar të falet, është bërë shumë më i mirë. Kam unë raste falënderimi, domethënë që thotë ka filluar burri të falet për shkak videove, ai është bërë shumë më i mirë, ose bashkëshortja ka filluar të falet për shkak mësimeve, ligjëratave islame, është bërë shumë më i mirë, ka ndryshuar shumë dhe është bërë sebeb edhe për mua. Sa raste kam unë që dikush prej bashkëshortëve ka filluar namazin, është bërë sebeb edhe për udhëzimin e tjetër, sepse ka ndryshuar dhe para tjetër ka parë ndryshim, domethënë ose njerëz në punë, ka shkuar në një punë të caktuar një person që fal 5 vaktet, të gjithë stafi i punës dhe gjithë kompania ka filluar të falin 5 vakte. Pse? Sepse kanë parë njeriu e pastër, njeriu sinqert, njeriu e drejtë që i thot gjërat ashtu siç janë, sepse ky njeriu takon Zotin 5 herë në ditë. Unë mund ta aktroj, unë mund të bëj lojra, po Zoti i gjithësisë nuk i bën dot lojra. Pa ky është sensi dhe ky është kuptimi dhe ky është domethënia dhe gjurma faktikisht që duhet lej namazin në jetën tonë. Edhe dy pika për ta përmbyllur pjesën e parë të misionit të xhentruar. Namazi, duke qenë se njerëzit sot janë të mbushur me stres, me negativitet, a ka mundësi namazi që ta largojë stresin e njeriut, ose ajo që njerëzit sot domethënë vuajnë ose e konsiderojnë si diçka risku? A shton namazi riskun e njëri për një njeri që falet? A i shtohet atij të risku nga Zoti për shkak të mirave që ai kryen? Ne kemi një konceptim shumë të gabuar mbi riskun ose furnizimin. Ne themi risk paraja vetëm, të kesh pare, por risk është edhe me shiku, edhe me dëgju, edhe me pas shnet, edhe me pas familje, edhe me pas shtëpi, edhe me qeni shpirt, me qeni qetë në shpirt dhe me jetu mirë. Pra nuk është risku vetëm paraja, pra nuk është të thonë që po u fale do të derdhet nga qielli paraja, apo do të hapen punë dhe do të kesh sukses, do të bësh parë pafund. Nuk është kjo lidhja, nuk ekziston kjo lloj lidhje askund, por nuk ka dyshim. Se një njeri i cili i falet Zotit, normalisht që do të jetë më shumë kujdes Zotit se sa një tjetër i cili s'ka lidhje me Zotin. Kjo është mëse normale. E para, e dyta, pra ne duhet të ndryshojmë konceptin e të parit të rrezikut apo të furnizimit. Furnizimi është edhe qetësia shpirtërore. Pra një njeri i cili fal namaz, edhe pse ndoshta nuk ka shumë komoditete në jetë, të paktën është i qetë në shpirt, të paktën e shef jetën e tij, domethënë si një jetë shumë pozitive, çdo gjë në jetë ai e lexon pozitivisht, sepse çdo gjë në këtë botë për të quhet e përkohshme dhe e pavlerë. Pra nuk e ka, le të themi, nuk e adhuron materien. Nuk e adhuron materien, nuk e ka në zemër, siç themi ne, po e pati në dorë, thotë okay, po se pata në dorë, nuk ka problem, pra nuk është adhurues i materjes, nuk e synon, nuk e ka bërë objektiv të jetës tij. Objektivi i besimtarit është Zoti, objektivi i besimtarit është kënaqësia e Zotit, objektivi i besimtarit është fitoj botën tjetër. Çdo gjë tjetër erdhi shumë mirë, nuk erdhi, jeta vazhdon. Allahu të shpëlbej thoç, të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe i takohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë.
Të nderuar shikuesja, kur I takuar në pjesën e dytë të emisionit tonë, po flisim o të nderuar për në lidhje me namazin. Ndërkohë, domethënë ajo që ka ndodhur në realitetin shqiptar është që shumë prej shqiptarëve kanë emigruar jashtë. Pra ky lloj realiteti I tyre tani tashmë një realitet I ri në emigrim në një vend të huaj, në një kulturë tjetër, si duhet të jetë lidhja e tyre tani me Zotin në atë vend, lidhja e tyre me namazin, pra me faljen, a duhet falen ato dhe si duhet falen atje, disa rregulla për edhe ndonjë këshill për këto njerëz. Për pas se t'ja përgjigjen, domethënë për emigrantët që është shumë me vend, domethënë trajtesa, dua të them domethënë një plotësim, domethënë sikur më mbeti diçka pa plotësuar në pjesën e parë, që është domethënë namazi, domethënë jo vetëm që është burim I furnizimit në kuptimin e saktë të fjalës furnizim, por është burim I qetësimit të shpirtit, ose mund të përdoret shumë mirë si një kurë antidepresive, antistresi. Pse? Sepse është ajo që unë e përmenda pak më lart, domethënë që ishte fakti I lidhjes fort me Zotin. Në momentin që njeriu krijon lidhjen me Allahun xhel xhelaluhu, çdo lidhje apo varësi tjetër, sepse edhe stresi nga lind, sepse ti je I sigurt, domethënë ti nuk ke siguri, nuk ke një mbështetje të qartë. Pse lind ankthi? Sepse njeriu domethënë ka frikra, ka gjëra. Në momentin që ti je me më të madhin, më të fuqishmin, absolutin, atëherë të gjitha e zaurohen, të gjitha. Është njësoj sikur ti je në një vend që ka dritë edhe hije. Në momentin që vjen një dritë e fortë, atëherë çdo gjë është e qartë dhe ti di se ku janë gjërat dhe ku janë fshehur dhe duket gjithçka. Kur je me Zotin, ti ke fuqi të shohësh gjithçka, të kuptosh gjithçka, ndjesh gjithçka. Kështu që një njeri që është mirë me namazin, është në rregull me namazin, presupozohet që mos ketë probleme të tilla. Kjo nuk do të thotë që njeriu mos ketë momente le të themi ankthi, kjo nuk do thotë që njeriu mos ketë momente frike, jo, është normale që njeriu në jetën e tij të ketë momente të tilla. Por ajo që e bën të dallojë pra një besimtar nga një tjetër është besimtari e zgjidh problemin me namaz. Filloi ai se unë gjithmonë ju them atyre që më shkruajnë, them o vlla ose o motër, bëj një dush me ujë të ftohtë, akull, dhe fal 2 rekat namaz. Pra ai uji I ftohtë ndikon tek njeriu që të bëj, domethënë daljen nga kjo lloj situate në këtë lloj situate dhe namazi e bën njeriu që të jetë domethënë I përqendruar me Zotin e gjithësisë. Po, është e vërtetë, domethënë që ajo ndikon shumë mirë, madje unë kam domethënë edhe të lexuar dhe kam të konsultuar me mjek të cilët janë të fushës dhe kanë thënë po, është e vërtetë që një dush, që I themi në gjuhën islame gusl, me ujë të ftohtë, po të jetë akull, jo kështu ujë mesatar apo të jetë akull komplet, pastaj njeriu të shihet, të fali 2 rekat namaz me shpresën e Zotit, domethënë kjo ndikon domethënë në shkallën më të lartë të ndërgjegjësimit dhe le të themi të rikthimit të gjendjes normale të njeriu. Pra namazi nuk ka si namazi. Gjëja tjetër që e kam gjetë edhe në libra, në librat e hershëm, është që njeriu për shkak të zhvillimeve të ndryshme që ka jeta, streseve, mundimeve, punëve etj, fiton një lloj energjie negative që ndikon le të themi në atë të brendshme e tij, sepse njeriu si më thon brenda vetes tij ka 2 forcat, pozitive dhe negative. Dhe jeta dhe zhurma e jetës, le të themi teknologjia sot ku dëgjon etj, të gjitha këto ndikojnë që njeriu të marrë ngarkesa negative. Dhe në momentin që njeriu bie me ballin tokë, ndodh një lloj shkarkimi, këtë ka përmend Ibn Qayyim, Zoti mëshiroft. Thotë ndodh një lloj shkarkimi I të gjitha, le të themi, joneve negative, I ngarkesave negative tek njeriu. Për këtë arsye thoshin, është mirë që njeriu përveç se që falet, le të themi, siç falen në tapete të tjera. Po llambët e këmbëve në to. Absolutisht. Atëherë le të themi tek pjesa e emigrantëve. Është shumë e rëndësishme të thotë që emigrantët kuptojnë se raporti I tyre më I rëndësishëm është raporti me Zotin dhe me krijuesin e gjithësisë. Ne do të emigrojmë një ditë nga kjo botë fare. Pra nuk është emigrimi në këtë botë fundi I gjithçkaje. Nuk është se ti po emigrove arrite maja, do të thotë që ti s'ke më nevojë për asgjë. Edhe në emigrim ti prapë ke nevojë për Zotin e gjithësisë. Edhe në emigrim ti shpirti jot prapë ka nevojë të ushqehet. Pra nuk është shpirti jot që ka nevojë të ushqehet vetëm kur je vendali, kur je në Shqipëri, në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi. Kudo që ti jesh ti, domethënë ti ke nevojë prapë për Zotin. Shkove në Gjermani, shkove në Zvicër, shkove në Australi, shkove në Amerikë, ti prapë ke nevojë për Zotin. Pse? Sepse është shpirti yt që e kërkon Allahun Zotin e gjithësisë. Kështu që këshilla ime është që nuk duhet neglizhojmë çështjen e namazit edhe pse emigrojmë. Pse? Përkundrazi ti je në një vend huaj, derisa stabilizohesh, derisa të rregullohesh, I vetmi që ty të do pas lloj interesi dhe të mbështet pas lloj interesi është Zoti I gjithësisë. Kështu që më e mirë me Zotin, sepse Zoti I Madh, Allahu, do t'i rregullojë punët e do t'i lehtësojë punët, pra
si më thon, kush i ka raportet e mira me Zotin, Allahu do t'ja nënshtroj ose do t'ja rregulloj ose do t'ja përmirësoj dhe raportet e tij me krijesat. Pra ti je i sigurt se nëse ti punë ti ke mirë me Zotin dhe nesër shko troket diku apo do të bësh një marrëveshje apo një kontratë, Zoti ma do t'ja zbusi zemrën e do ta bëj mbarë mirë. Pse? Sepse e ke mirë me të madhin, me të fuqishmin, me të plotfuqishmin, me gjithë pushtetshmin, me atë që i kanë dorë zemrat e njerëzve. Kështu që emigranti, këshilla ime, për hatër të Zotit është gjëja e parë që të bëj kur shkoj diku të pyesi ku është xhamia. Gjëja e parë ta nisi me xhamin. A nuk e bënte këtë punë profeti alayhis salatu sallam? Kudo që të shkonte pejgamberi alayhis salatu sallam, nëse s'kishte xhami bonte xhamin. Gjëja e parë, asgjë tjetër. Shkojnë në Kuba boni xhamin, ndaloi rrugës u bë xhamia, shkojnë në Medinë u bë xhamia. Gjëja e parë që u bë ishte xhamia. Pse? Sepse çado që të arrijë njeriu në jetë, shpirtin e tij nuk e mosh asgjë. Pra, mësoi xhamin, të lidhet me njerëzit, ta bëj edukat, po ata flasin gjuhë, s'ka gjë, namazi është unifikues. Për këtë arsye themi ne, Zoti i Madh e bëri në një gjuhë rritin e faljes në mënyrë që njerëzit pavarësisht kombësive dhe shteteve të jenë njësh të gjithë. Kështu që rregullimi i raporteve me namazin, ruajtja e raporteve me namazin për çdo emigrant do të jetë një mbështetje shumë e fortë dhe një dritë dhe një fuqi e madhe për të përballë me sfidat e reja të jetës atje. Dhe unë nga kjo studio dua të falenderoj të gjithë emigrantët shqiptarë, të cilët janë, sidomos ata që janë, domethënë, në botën europiane, në botën amerikane. Shqiptarët kanë bërë, domethënë, një fenomen që duhet përmendur, që është fakti që e kanë nisur me xhami çdo gjë. Domethënë, sot në Zvicër ne numërojmë vetëm shqiptarësh afërsisht 90 xhami, në Gjermani nuk e di se sa ka arrit numri, domethënë, e kështu me radhë në vendet e tjera, domethënë. Dhe kjo që shqiptarët organizohen dhe kontribuojnë me njëri tjetrin. Absolutisht, edhe të kënaqet shpirti, unë shkoj në Zvicër dhe flas, mbaj ligjata në gjuhën shqipe, pavarësisht se ata kanë emigruar prej 50 vitesh. Shkoj në Gjermani dhe mbaj ligjata në gjuhën shqipe, pastaj pavarësisht se ata kanë afërsisht 50 vjet emigrim. Kënaqesh kur shkoj në Itali, ligjata në gjuhën shqipe, kudo që shkoj flas shqip. Do thotë që këta njerëz përveç fesë dhe besimit kanë ruajtur edhe traditën, kanë ruajtur edhe kulturën, kanë ruajtur edhe gjuhën dhe mundohen kur i thon, domethënë me mishë me dhëm ta ruajnë, ta mbajnë, të përshtaten etj. Kjo është mirësi e madhe, kjo është një begati e madhe. Pse? Kur je i lidhur me Zotin, Zoti ta bën mbar për gjithçka. Të nderuar të shikues, do ta mbyllim të emision kaq të bukur me namazin, sepse namazi na nxjerr neve nga slllavëria ndaj idhujve, nga slllavëria ndaj mëkateve, nga slllavëria ndaj veseve, nga slllavëria ndaj shejtanit dhe na vendos në bindje ndaj Zotit. Dhe në momentin që njeriu është i bindur ndaj Zotit dhe i falet atij, atëherë ai fiton lumturinë e përhershme në botën tjetër, gjithashtu jeton i lumtur edhe këtë botë. Takohemi sërish në emisionet e ardhshme. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.